Izraeli posedon bomba që shkatërrojnë bunkerët si Blu 109B, GBU 28B dhe GBU 31, por këto ndoshta nuk do të kishin fuqinë e nevojshme depërtuese për të shkatëruar vërtet objektet e bunkerizuara thellë, ku prodhohet uraniumi i nevojshëm për prodhimin e bombës bërthamore. Në fund të fundit, përveç ndryshimit të regjimit ose pushtimit, është mjaft e vështirë të imagjinohet se si sulmet ushtarake mund të shkatërrojnë rrugën e Iranit drejt një arme bërthamore, thot Justin Brong. The Times of Israel citon analistin nga grupi britanik i ekspertëve Royal United Service Institute, duke cituar informacione nga Reuters. Brong beson se përpjekja për një zgjidhje për luftën nuk është vetëm e rrezikshme ushtarakisht, por edhe politikisht. SBA-t ndoshta kanë të vetmen armë që mund ta gjunjëzojë Iranin, por duke vepruar kështu ka të ngjarë ta bëjë administratën Trump një palë indirekte në luftë. Sulmet ushtarake nuk kanë gjasa të shkatërrojnë përgjithmonë programin bërthamor të Iranit, pohojnë Francis Murphy dhe John Irish. Përveç faktit se shkatërrimi i objekteve do ta kthente programin vetëm disa vite prapa, siç dyshojnë dy autorët nga agjencia e lajmeve Reuters, ushtria izraelite përballet me sfidën e mureve të betonit me trashësi 1 metër thellë në tokë. Në parim e vetmja zgjidhje kundër kësaj është një bombë amerikane e quajtur shkatërruese bunkerësh për shkak të efektit të saj brutal. Sipas Reuters, objektet për përpunimin e materialeve të nivelit të armëve bërthamore janë të shpërndara në vende të shumta. Sipas agjencisë së lajmeve, një sulm efektiv kundër të gjithë programit do të duhet të shtrihej në të gjitha objektet në mënyrë të barabartë dhe ka të ngjarë të ishte po aq efektiv, por edhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, organi mbikëqyrës bërthamor i Kombeve të Bashkuara, nuk ka iden se ku i fsheh Irani pajisjet e tij. Centrifugat e përdorura për të pasuruar uraniumin, shkruajnë Murphy dhe Irish. Sipas Wall Street Journal, agjencia bërthamore e OKB-s ka konfirmuar se Izraeli çaktivizoi impjantet bërthamore në Isfahan, por impjanti Fordow mbeti praktikisht i padëmtuar. Reuters e lokalizon impjantin e dytë të madh të pasurimit në Natanz, i cili është rreth 3-4 metra nën tokë, me sa duket për ta mbrojtur atë nga bombardimet, shkruan agjencia e lajmeve. Fordow thuhet se është shumë më i thellë, i gdhendur në një shpat mali pranë qytetit të shenjtë iranian të Qomit. Besohet të jetë deri në 90 metra nën sipërfaqen e tokës. Izraeli ka dhënë një goditje programit bërthamor të Iranit, por ende jo një goditje përfundimtare, shkruan Wall Street Journal. Autorët e artikullit Lawrence Norman, Michael Gord dhe Dov Lieber citojnë ekspertë të pa identifikuar të cilët besojnë se Fordow mund të shkatërrohet vetëm me një bombë masive amerikane, e cila shkatërron bunkerët. Një nga ekspertët është Joachim Kraus, i cituar nga Focus Online. Ndërsa Izraeli ka bomba që shkatërrojnë bunkerët si Blu 109B, GBU 28B dhe GBU 31 Yidam, ai thotë se këto ndoshta nuk do të kishin fuqinë e nevojshme depërtuese për të shkatëruar vërtet objektet e bunkerizuara thellë. Sipas mendimit të shkencëtarit politik në Universitetin e Kielit në Gjermani, ekziston vetëm një bombë që mund ta shkatërrojë Fordon, GBU 57 Massive Ordnance Penetrator. Kjo armë është unike për forcat ajrore amerikane, por Izraeli mund ta kishte pasur atë shumë kohë më parë. Nuk duhet të ketë absolutisht asnjë dyshim se aleati ynë Izraeli duhet të jetë i përgatitur për të gjitha eventualitetet nëse Irani kërkon një armë bërthamore, citoi revista Politico Joshua Gottheimer. Në vitin 2020, demokrati nga New Jersey së bashku me republikanin Brian Mast nga Florida propozuan legjislacionin në dhomën e përfaqësuesve që do t'i lejonte SBA-s të furnizonte Izraelin me bombën gati 14 tonshe, me të cilën, thot Kraus, ata mund të çanin deri në 60 metra beton. Në kohën kur u hartua projekt ligji, po diskutoi shitja e avionëve luftarak F-35 te Emiratet e Bashkuara Arabe me Izraelin që supozoi se do të merrte bunker shkatruesin si kompensim. Diskutimi mbi dorëzimin e armës ka qenë një grindje e vazhdueshme, siç raportoi revista War on the Rocks në vitin 2015. Mbështetësit e transferimit të MOP-it te Izraeli argumentuan se kjo do të rriste frenimin kundër një lëvizjeje të mundshme iraniane drejt armëve bërthamore, veçanërisht duke pasur parasysh se shumë nga kufizimet në programin e pasurimit të Iranit, të vendosura nga plani i përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit, i njohur edhe si Marrëveshja e Vienës, ishin caktuar të skadonin në vitin 2030. Për mbështetësit dukej logjike që SBA-ja do të qëndronte jashtë një konflikti ushtarak nëse Irani do të kërkonte një bombë, por Izraeli mund të ndërhynte, siç shkroi autori i Lufta mbi shkëmbinj, Kingston Rafe. Në parim, kjo situatë sakt ka lindur 10 vjet më vonë. Nëse mbështetësit do të kishin triumfuar atëherë, Izraeli do të kishte më shumë pushtet tani. Megjithatë, Rafe gjithashtu e përshkroi komentin e tij në atë kohë me bindjen, ajo bombë e madhe nuk duhet të shkojë në Izrael.
Në fakt vetëm mopi do të kishte qenë i padobishëm. Izraeli do të duhet të kishte bombarduesit B2 si transportues, gjë që mund të shihej si një provokim i qartë për lindjen e mesme, ciladoj qofshin motivet e mbështetësve të mopit për Izraelin, propozimi i tyre duhet të refuzohet me vendosmëri, komentoi Kingston Rafe në War on the Rocks. Sipas mendimit të tij, në vitin 2015 do të kishin ekzistuar mundësi të tjera për të siguruar aftësi mbrojtëse të Izraelit, veçanërisht duke pasur parasysh se SBA duhet ta kishin respektuar traktatin në vitin 2015 dhe do të kishin bërë një hap të gabuar diplomatik duke zbatuar atë. Qatë e SBA-ja në presidentin e tyre të 47, Donald Trump, janë tërhequr nga marrëveshja me Iranin.